mbyrëse, përshëndetje për gjithë pjesëtarët sot në lidhje me bashkëpunimin rajonal Ballkan Perëndimor edhe pozitën e Kosovës në këtë proces. Do të falenderoj gjithashtu edhe stafin me cilin kam arritur të përfundojmë suksesshëm këtë raport, posaçërisht profesorin Muhamet Mustafa, gjithashtu edhe profesorin Alban Ashani për komentet në lidhje me procedimet e raportit. Ky raport, ky studim i cili shpresojmë që do të nisë një debat konstruktiv dhe të bazuar në evidencë dhe analizat mirëfillta, vije pikërisht në kohën kur Bashkia Ndërkombëtare ka vendosur të jap hovë dhe më të tje bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor, i cili për disa vite duket se kishte ngecur në një rrugë pa udhë. Edhe në këtë situatë, analizat tona shpresoj që do të hedhin dritë pak a shumë mbi mëdyshjet, të cilat për momentin po i hasin gjithandej lidhje me format e bashkëpunimit rajonal në për të cilën duhet të kaloj rajoni jonë. Fillimisht rajoni me cilin merremi zakonisht emërtohet në literaturë me dy terme kryesore, siç është Evropa Juglindore apo Ballkani Perëndimor. Në studimin tonë neve kemi vendosur të adaptojmë termin Ballkani Perëndimor 6 në këtë rast, për arsye të për shkak se është një term gjeopolitik i përdorur nga Bashkimi Evropian dhe i cili i referohet në mënyrë precize 6 vendeve të Evropës Juglindore, të cilat nuk janë pjesë të Bashkimit Evropian aktualisht. Bëhet fjalë për Shqipërinë, Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Serbinë. Pothuajse të gjitha ishi të Federatës Ish Jugoslave përjashtë Shqipërisë. Bashkëpunimi rajonal në Ballkan Perëndimor duket që nuk është relativisht i hershëm. Fillet e para të bashkëpunimit mund t'i hasim fillimisht në të ashtu quajturin Komkon, në kohën kur Jugoslavia ishte pjesë e bllokut lindor në atë kohë, dhe quhej një këshill i bashkëpunimit të ndërsjellë, i koordinuar kryesisht nga Moska, por me ndryshimin e situatës gjeopolitike dhe hovit që Aleanca Perëndimore i dha ndryshimit të sistemeve në Evropën Lindore, kemi një angazhim ndryshe në nivel ekspertësh nga Bashkimi Evropian, që filloi fillimisht në vitet e fundit të 80-tave dhe fillimin e viteve të 90, në atë kohë nga Komuniteti Evropian, dhe më pas që u kristalizua me një intervenim më të shpeshtë në politikat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, kryesisht pas përfundimit të luftave në Bosnjë-Hercegovinë edhe Kosovë. Bashkëpunimi rajonal në Ballkan është një formë e regionalizimit, e cila, siç thamë më herët, është lancuar relativisht vonë shkaku i konflikteve dhe luftrave të përgjithshme që kishte rajoni më herët. Mund të potencojmë që kemi një zhvillim inkurajues, sidomos në 50 vitet e fundit, krahasuar me bazën shumë të ulët të bashkëpunimit që kishte rajoni më herët, apo pothuajse inekzistente. Si dhe format dhe fushat e ndryshme të bashkëpunimit, shohim që çdo ditë më të tjerë po lindin dhe në tema edhe forma të ndryshme.
Në këtë drejtim, perspektiva historike e bashkëpunimit mund të thuhet që nuk ishte shumë e denjë. Bashkimi Evropian duket që është munduar të adaptojë kornizën e vetë të themeleve të krijimit të saj, duke u munduar të adaptojë teorinë e neofunksionalizmit të bashkëpunimit ndërshtetror, e cila teori në një farë mënyre predikon që një bashkëpunim teknik ndërmjet administratave shtetërore mes vendeve mund të prodhojë efekte pozitive shpërndarëse, të cilat në fazë do të kulminojnë me një integrim më të lartë bilateral dhe multilateral në rajon. Po kjo duket që edhe më tutje po has në pengesa të theksuara në rajonin ton, për cilat çështje duket që konfliktet e së kaluarës po mbeten ende të ngrira. Evidente është çështja problematike e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe problemi i çështjes Republika Srpskës në Bosnjë e Hercegovinë dhe ndikimi i theksuar serb në këtë njësi federative të këtij vendi. Iniciativat e lancuara së fundi pas një, mund të themi, ngërçi i cili kishte filluar që të paraqitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, u munduan të zhbllokoheshin me intervenime përsëri të bashkësisë ndërkombëtare, pikërisht me iniciativën e kancelarës Angela Merkel, e cila në vitin 2014 në një mbledhje dhe thirrje të gjithë liderëve të Ballkanit Perëndimor lajmëroi për një proces të ri të bashkëpunimit me një nivel tjetër të bashkëpunimit, si dhe me tema të cilat nuk ishin prekonstituese më herët. Kjo iniciativë nga Gjermania dhe patjetër e mbështetur edhe nga Franca vjen në momentin kur pasi që Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në Selin në Sarajevo nuk arriti të prodhojë efektet e pritura nga koha kur një institucion i tillë i u dha nga Pakti i Stabilitetit për Evropë Juglindore, i cili në fakt është parapris i Këshillit Bashkëpunimit Rajonal. Me këtë në atë kohë mendoj që t'i jepej një rëndësi më të madhe dhe rol në vendimarrjen e bashkëpunimit rajonal shteteve të rajonit. Por që kjo duket që prodhoi efekte jo të kënaqshme, të cilat më pastaj rezultuan edhe në iniciativën e Gjermanisë. Që nga viti 2014 kemi pasur një seri samitesh në kuadër të procesit, i cili është munduar që edhe më tutje të cytë bashkëpunimin duke u munduar të rritë edhe fushat e bashkëpunimit. Të vlen të ceket që para procesit të Berlinit, edhe pse jemi munduar të krijojmë një listë shtërruese tematike në bazë cilës mund edhe të kuptojmë pak a shumë mënyrën teknike të bashkëpunimit në rajon, shohim se kemi një mori të iniciativave të cilat kanë trajtuar shumë tema dhe çështje. Në këtë situatë, duket që gjithë këto iniciativa, gjithë ky mund, gjithë ky bagazh administrativ e politik që është dhënë në këto iniciativa, duket që nuk ka prodhuar efektet e duhura. Apo dëgjohemi? Alo? Po, rregull. Okej. Bukur, më fal. Do me thënë
në një numër i parapërsi 71 iniciativave rajonale nuk ka arritur të prodhoj efektet e pritura nga Bashkimi Evropian. Prandaj procesi i Berlinit shihet si një lloj cyklje e procesit, duke u munduar që të fus në ombrellën e bashkëpunimit rajonal çështje si forumi i dhomave investive, më pastaj bashkëpunimi rajonal në sferën e shoqërisë civile, është çështje më pastaj edhe në çështjet e rinisë me themelimin e zyrës rajonale për bashkëpunim për rini, por që gjitha këto duket që po mbahen përsëri peng nga problematika e madhe e cila po e vendos rajonin përsëri në të kaluarën për shkak të mos përfundimit të çështjeve dybalshe të cilat kanë mbetur të ngrira që nga konfliktet së kaluarës, luftrat e së kaluarës, më falni, e mërtimit. Në ndërkohë, në kuadër të procesit të Berlinit, pas gjithë këtyre samiteve, cili filloi me samitin e parë filluar në Berlin, pastaj në Vjenë, Paris, më pastaj në Poznan, në Çeki, si dhe i fundit në mënyrë virtuale në Sofje. Duket që Bashkia Ndërkombëtare e Posaçërisë Bashkimi Evropian ka vendosur që t'i japë hovë më tutje bashkëpunimit në sfera të cilat kanë mbetur jo shumë në lupën e përjesës së kaluara. Në këtë rast, diskutimet e fundit për me i dhënë hovë të mësuqeshëm bashkëpunimit rajonal kanë kulmuar me disa opcione edhe forma të reja të bashkëpunimit në mënyrë që bashkëpunimi rajonal të vihet kryesisht në kornizën ekonomike, duke shpresuar që një jetë më e mirë ekonomike e cila jep më shumë vende pune, më shumë përkujdesje sociale nga shteti edhe më shumë nivel të mirëqenies, mund të prodhoj efekte pozitive të cilat më pas do të ndihmonin edhe në përfundimin më të lehtë edhe më të padhëmshëm mbase të zhdukjes konflikteve të ngrira mes shteteve nga historia e së kaluarës. Në këtë situatë, neve kohë të fundit jemi përballë me forma të bashkëpunimit si mini Schengeni ballkanik, tregu i përbashkët rajonal, janë diskutuar edhe çështje si forma të bashkëpunimit si bashkimi doganor, është diskutuar edhe në lidhje me një zonë ekonomike ballkanike, domethënë ka pas ide shumë të ndryshme në përmes të cilave rajoni në cilin gjendet Kosova të gjejë një rrugë tutje në mënyrë që të krijohen situata për një bashkëpunim më të lartë në të ardhmen, i cili mund të jetë edhe paraprisë shumë i lehtë drejt Bashkimit Evropian. Gjitha këto konsiderohen si lloj paradhoma integruese, të cilat mund ta përgatisin rajonin për një integrim më pas më të suksesshëm drejt kuadrit rregullativ të Bashkimit Evropian dhe me të vetë integrimit të rajonit në Ballkan. Në këtë situatë, unë do shija të arsyeshme që ta diskutojmë secilën prej këtyre formave të bashkëpunimit më në detaje edhe të hedhim dritë mbi situatën aktuale ashtu si që shohim ne aktualisht, ndërkohë që më pastaj patjetër në secilën prej mendimeve dhe skenarëve që ne diskutojmë do të ishte jashtëzakonisht me vlerë që të marrim edhe inputet e pjesëmarrësve tonë në debat, pasi që ky raport i hartuar bashkë me kolektivimin Reinvest do marr parasysh patjetër argumentin e
historia në mënyrë që të sintetizojmë më pas me një raport final. Në lupën tonë, një zonë Schengen për Ballkan Perëndimor do të nënkupton dhe një risk lirë me kapitalit, mollrave dhe shërbimeve pa kontroll kufitar. Do me thënë një lloj kopje e sistemit aktual Schengen i cili funksionon në kuadër të Bashkimit Evropian. Po pjesëmarrja e një platforme të tillë mendoj që duhet të reflektojë interesin ekonomik dhe politik e më pas mundësi për të avancuar marrëdhëniet politike dhe ekonomike për vendin atar. Në fakt, ideja, edhe pse është proklamuar nëpër media, ka qenë sepse Kinse ka qenë edhe fillimisht nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, është pjesë e planit shumë vjeçar të nënshkruar në deklaratën e përbashkët të krejve qytetit Ballkanit Perëndimor, samitin e Triestës në 2017, i cili ishte samiti i 4 në radhë, në cilin samit shtetet zotohen që të punojnë drejt një perspektive të rajonit, ku do të bëhen të mundura 4 lirit që nënkupton mollrat, shërbimet, kapitali dhe njerëzit. Por, pas lancimit të idesë mini Schengenit, neve kemi vrejt një hezitim të vazhdueshëm të Kosovës në takimet rajonale, por në çështje goxha kritikë të Bosnjës së Hercegovinës dhe Malit Zi, cilat sinjalizonin që kjo platformë mbase nuk është në harmoni të plot me situatën e vendeve të Ballkanit Perëndimor, gjë që mendoj fillimisht do ta kthente iniciativën në një lloj mini Schengeni, për shkak të përjashtimit të 3 vendeve, fillimisht pozitës përjashtuese të cilën ata zgjodhen në fillim të kësaj ideje. Por le ta iluzojmë për një moment një dimension politik kësaj iniciative, edhe më pas fokusohen në dimensionin ekonomik të saj. Shohim që pesha e eksporteve në vendet e Ballkanit Perëndimor në produktin e brendshëm brut të tyre jep një pasqyrë goxha interesante. Do të thonë figura të cilën neve kemi raport tregojnë që shtetet si Kosova, Mali Zi dhe Shqipëria kanë eksporte të cilat dominohen nga shërbimet e jo nga mollrat. Në të njëjtin grafik vrejmë që vendet si Bosnia e Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Serbia eksportojnë kryesisht mollra dhe shumë pak shërbime. Kjo është një situatë interesante, e cila patjetër që do të tërhiqte vëmendjen e çdo lupe analitike për të diskutuar rreth mundësisë, benefiteve dhe kosteve që mund të kishte një iniciativë si mini Schengen. Vërtet CEFTA si projekt, mini Schengeni duhet të avanconte një koncept të liberalizimin e tregtisë në shërbime, jo vetëm në molla. Vetëm kështu, neve konsiderojmë që do të ishte një formë bashkëpunimi, e cila do të jetë një platformë qëndrueshme tregtare rajonale, duke kriju mundësi për përfitime për të gjitha vendet pjesëmarrëse në të. Prandaj, mini Schengeni do të kishte kuptim nëse krahas tregtisë mollrave liberalizohet plotësisht edhe tregtia e shërbimeve. Kjo e fundit është vërejt goxha problematike, sidomos në kuadër të CEFTA-s, ku diskutimet fillestare të iniciuara për të krijuar një kuadër rregullativ që do të mundësonte liberalizimin e shërbimeve ka pasur në vështirësi të jashtëzakonshme, të cilat më pas kulminohen edhe me taksën 100% në Kosovës që vendosin ndaj mollrave serbe. Në këtë situatë shohim që ky proces kompleks i liberalizimit shërbimeve mbase do të krijonte një benefit për
Prandaj, pse neve shohim që liberalizimi I shërbimeve mund të jetë goxha I vështirë? Për arsye se në këtë situatë njëu janë ndërsjellë diplomave, certifikatave dhe licencave të ndryshme, të provimeve edhe të kualifikimeve, do hasë në vështirësi në administratat e secilit prej shteteve të rajonit. Vetëm pas përfundimit të një marrëveshje politike mbase një marrëveshje rreth liberalizimit më të shtuar të shërbimeve mund të vinë të fillim. Në këtë situatë, përveç mini Schengenit, neve kemi qenë dëshmitarë edhe të iniciative tjera siç ka qenë tregu I përbashkët rajonal, si dhe bashkimi doganor. Tregu I përbashkët rajonal ka qenë po ashtu vazhdimësi e planit shumë të qartë të Triestës, I cili u ishte pjesë e deklaratës së përbashkët të kreveve në samit, kreve shtetet Ballkanit Perëndimor në një samit virtual në nëntorën të Sofje. Edhe neve para se të diskutojmë këtë, vlen të theksojmë që një shkallë më e lartë e integrimit tregtar në rajonin e Ballkanit Perëndimor duket që është e dobishme në rajon. Por një situatë e tillë me pengesat cilat po I vënë shtetet ndaj njëra tjetrës po prodhojnë situata dhe blokada të vetë procesit në tërësi. Është e rëndësishme të sqarojmë dallimin esencial në këtë rast të tregut përbashkët edhe bashkimit doganor që para samitit të Sofjes ka qenë gjithashtu e diskutuar në publik. Përderisa CEFTA ka pas qëllim të liberalizoj. Përderisa CEFTA ka pas për qëllim të liberalizoj gradualisht tregtinë jo vetëm mallna dhe shërbime, por edhe investime në fundësim, CEFTA ka dështuar të arrijë këtë për shkak të mospajtimit politik që ka pas shteti në zete. Në ideja ka qenë që CEFTA do zhvillohet një treg të përbashkët, por jo në bashkim doganor, derisa vendet e Ballkanit Perëndimor të antarësohen në BE. Derisa ideja e bashkimit doganor ka qenë e menduar që të lehtësonte futjen e tregut të përbashkët, ideja e CEFTA-s ka qenë të krijojë një treg të përbashkët, por pa një bashkim doganor. Problemi me dy skenaret, ne shohim se qëndron sepse vendet e Ballkanit Perëndimor janë fazat ndryshme të integrimit në BE. Dhe regjimet e tyre tregtare me BE ndikojnë tregtinë e tyre rajonale. Kjo do të thotë që vendet e rajonit do të përdorin barriera jo tarifore dhe politika tjera që kundërbalancojnë zonën rajonale të tregtisë. Por kjo gjendje mund të zgjat mbase vetëm derisa të gjitha vendet liberalizojnë plotësisht tregtinë e tyre me BE. Përveç opsioneve që tregut përbashkët dhe bashkimit doganor, kohët e fundit analistë dhe think tank të ndryshëm nëpër Evropë kanë diskutuar edhe idenë e një bashkimi monetar për Ballkan Perëndimor, që zakonisht shoqërohet me treg përbashkët për të njëjtin rajon. Një gjë e tillë ndonjëherë sugjerohet si një mënyrë për të përgatitur vendet për antarësimin e tyre eventual në BE. Sido që t'jetë, një bashkim monetar neve Kosova si vend të veç është në kuadër ka adoptuar euron që nga viti 2001 dhe në këtë rast një ide e tillë mbase do haste në kundërshtim nga Serbia, Bosnia
shtete si Serbia, Bosnia apo Maqedonia apo Shqipëria, të cilat mbase do ta kishin vështirë të largojnë pavarësinë e tyre monetare përmes bankave tyre qendrore dhe emitimit të valutës. Kjo mbetet një horizont interesant i hulumtimit për të ardhmen, për cilin neve nuk jemi fokusuar më thellë. Dhe ideja tjetër është që ka të bëj me zonën ekonomike ballkanike. Kjo ide është hedhur nga European Stability Initiative, Berlin, e cila publikoi një ide të kaluar të tillë në fund vitit kaluar, por çfarë mund të ishte ky opcion? Ky opcion është një opcion ekonomik, i cili është një kopje e zonës ekonomike evropiane, në të cilën aktualisht bëjnë pjesë përveç vendeve të Unionit Evropian edhe shtete si Norvegjia, Liechtensteini, Islanda dhe Zvicra, shtete të cilat kanë marrëveshje preferenciale tregtare me BE, dhe që është shikuar si opcion goxha për Kosovën edhe Ballkanin në përgjithësi, është shikuar si opcion i denjë në mënyrë që të parafrojë intensitetin edhe punën e shumë edhe teknike që kërkon procesi integrimi në mënyrë që të harmonizojnë kuadrin rregullativ dhe administrativ me Bashkimin Evropian. Në këtë situatë, siç edhe ka lind ideja e zonës ekonomike evropiane fillimisht nga francezi Jacques Delors, synim themelor ka pas që të krijohet një partneritet më i strukturuar që teksa dimensioni politik bashkëpunimit mes vendeve në fushën ekonomike, sociale, financiare dhe kulturore. Edhe kjo ide ende nuk është shndruar në një ofertë për shtetet anëtare të BE-s me fokus Ballkan Perëndimor, por që mbase mund të jetë edhe një një paradhome fundit para antarësimit, mbase pas realizimit të suksesshëm të tregut të përbashkët rajonal i cili zotimi për të cilin unë shkrua në nëntorin në Sofje. Në këtë situatë shohim që bashkëpunimi rajonal, edhe pse nëse krahasoj me fillim vitet 2000, kur nisi procesi përmes procesit të stabilizimit asociimit, të ndërmarrë edhe hedhur nga Bashkimi Evropian, duket që kemi një situatë ende që hasë në ngërçetës. Duhet patjetër të shtojmë faktin që Bashkimi Evropian ka lind si entitet i suksesshëm ekonomik, fillestar, pastaj edhe politik, vetëm pasi fajtorët bërkimit e bëra gjatë luftës së dytë botërore kanë pranuar fajet edhe dëmet cilat i kanë shkaktuar shteteve. Si shtet humës Gjermania kërkoi falje për viktimat dhe pranoi një kërkim falje publike, si dhe pranoi që të gjykoj të gjithë fajtorët për të kaluarën. Vetëm kështu fillimisht Shtetet e Bashkimit Evropian u futën në kuadër të një marrëveshje ushtarake, fillimisht që ishte Unioni Perëndimor që i parapriu më pas NATO-s, edhe ishte vetë NATO e cila dha shtyllën kryesore të një bashkëpunimi ekonomik të suksesshëm me shteteve të BE-s, e cila kulmoi deri sot në një entitet të fuqishëm ekonomik, edhe gjithnjë duke u zgjeruar edhe më tutje dhe duke integruar edhe më shumë fusha të bashkëpunimit me vendeve anëtare.
Andaj konsiderojmë edhe neve që pa një pranim faj nga akteret fajtor të kaluarës së hidhur, do t'ishte ndoshta e vështirë që të vazhdojmë me një në base në këtë kontekst teoria neofunksionalizmit nuk do t'ishte shumë suksesshme. Për arsye se nuk kemi shtyllën kryesore e cila krijoi themelimin e një bashkimi evropian të suksesshëm, i cili çfarë bëjmë sot. Në këtë situatë një modalitet urdhëron. Në fakt nëse mundesh me rrullaksu se. Po, e bërë rrullaksova. Kërkoj falje, më fal. Vazhdo, po. Okej. Do të thënë çfarë konsiderojmë neve është që pa një shtyllë kryesore e cila bazohet në pranimin e fajësisë edhe krijimit të një shtylle bashkëpunimi e cila do t'i jepte hovë edhe bashkëpunimit ekonomik edhe sfera të tjera, do t'ishte shumë e vështirë pa të kaluar për ta të kaluarën e lidhur që ka rajoni tash sot. Andaj, si përfundime dhe rekomandime, kemi shënuar që përpjekje deri bashkëpunimit rajonal në Ballkan Perëndimor nuk kanë pas ndonjë ndikim material kryesisht si pasojë gjeografisë, armiqësisë edhe pranimin BE për rajonin pa kapërcimin e tyre ende duhet të jetë shumë vite pas krahasuar patjetër me shtetet e Evropës qendrore dhe lindore, siç janë shtetet e Vishegradit. Propozimet aktuale për thellimin e bashkëpunimit rajonal, kuptimin ekonomik nuk pritet të ndryshojnë të situatën. Paqasje konstruktive nga gjitha palët kanë të gjarë të hasin pengesat e njohurat e t'hidhurat të skaluarës, ku mosmarrëveshjet territoriale dhe bllokadat kushtetuese të vitit 2020 pothuajse janë të njëjta me ato të vitit 2000. Normalizimi politik mes shteteve të Ballkanit duhet të jetë imperativ, pa të dhe bashkëpunimi ekonomik nuk do të rritë potencialin e tij, pavarësisht përparimeve të vogla vitet të fundit. Elementi pozitiv është që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin edhe më tutje politikat themelore, stabilitetin ekonomik dhe financiar në rajon, e cila u dëshmua patjetër edhe gjatë marrëveshjes së Washingtonit në 4 shtator 2020. Por konsiderojmë që vetëm pas një formule marrëveshjes politike do të krijoheshin parakushtet për një formë bashkëpunimi më të lartë mes dyja vendeve dhe rrjedhimisht edhe mes vendeve të rajonit. Një instrument i mundshëm pasi të kishte mundësia e evitimit të tyre për brenda vetë procesit stabilizim asociimit pas sidomos mos efikasitetit të marrëveshjes së CEFTA-s. Bllokadat e ndryshme të shteteve ndaj njëra tjetrës si pasojë e hasmërive të së kaluarës mund bllokojë përparimin e njëra tjetrës drejt antarësimit BE. Andaj duhet të proklamohet një blok antarësim BE për gjitha shtetet e rajonit njëkohësisht, sikurse ai për i vitit 2004 ku një blok prej 10 shtetësh u bashkua Bashkimin Evropian. Në fushën ekonomike të bashkëpunimit rajonal, barrierat jo tarifore konsiderojmë që janë një problem real, që po ngadalsojnë ritmin e aktivitetit ekonomik mes vendeve të rajonit. Në këtë drejtim, CEFTA nuk u tregua aq efikase në zgjidhjen e tyre. Barrierat e tilla mes Kosovës dhe Serbisë mbetet një problem real që po dëmton aktivitetin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve, e sidomos qasja konstante e Serbisë për të bllokuar eksportin kosovar në vendin e saj, duke thyer kështu edhe vetë rregullat bazë marrëveshjes të tregtit të krijet të rajonit, siç është CEFTA. Adresimi i këtyre në mënyrë konstruktive mund të ishte një shkëmbim i mirë për të vazhduar më tutje dhe një kartë jashtëzakonisht e fuqishme në tavolinën negociuese të delegacioneve kosovare në çfarë do lloj takimi që ato do të kenë të ardhmen. Si dhe duhet të ketë parasysh niveli i ndryshëm i zhvillimit ekonomik në vendeve të rajonit, që është një pengesë drejt hapjes së më tutjeshme të vendeve në
rajonal. Kosova qëndron më së keq në rajon sa i përket nivelit të qëllimit ekonomik, i shprehur përmes për të prodhimit vendor të kokë banorit. Këtë situatë interesa për bashkëpunim mes vendeve do të jenë të ndryshme. Nisma bashkëpunimit tipit bazuar në verë marrëveshje kontraktuale me kontribut dhe kuadër ligjore bazuar në shkallë zhvillimit ekonomik do ishin opsione më të favorshme me pritje më pozitive. Kjo në një farë mënyre edhe do të neutralizonte efektet negative për netohumësit dhe do të minimizonte një efekt zero sum trade. Që përfundimisht për një bashkëpunim të frikshëm në kuadër të nismave të caktuara të dizajnuara për bashkëpunim rajonal, qofshin ato ekzistuese apo të tilla që duhet me dizajnu që nga fillimi, parakusht kryesore është barabarësia e partnerëve brenda nismave të tilla. Andaj hapi i parë që do duhet ndërmerrë në këtë drejtim do të ishte sigurimi i parimit barabarësisë mes vendeve që synojnë bashkëpunimin në secilën prej formave, paradhomave edhe mënyrave të bashkëpunimit rajonal, qoftë ai ekonomik apo një çfarë do të kushte tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen e ju kërkoj ndjes nëse e kam zgjatur. Faleminderit fund për prezantimin e raportit. Po vazhdoj me komentet e para, kishëm lutë profesorin Gazmen Qoraj që inkuadrohet me komentet e tij dhe me një briefing tonin lidhur me aktivitetet që janë pikërisht duke u marrë në suazat këtyre iniciativave pa tregë. Urdhëroni profesor Gazmen. Faleminderit, Muhamet. Faleminderit për rastin ta përshëndet tonin. On duke që të përshpredit. Shënderat, shëndesat, sot që të bërë të marrë, unë ju për kësaj, mendoj që është shki që lomët, si të cek, ne kemi në nëndorë, këti viti, në politik që të përbashkët për ndimor, jo tash në Mute. Lund, nade mikrofon, mirë, faleminderit, Gazmen mikrofoni pas të kështu. Po, është që por prapë komplet. Vazhdo Gazmen. Po, faleminderit. Kështu që është momenti sepse në një farë kohë është vetëm pjesë e takimin e parë ku jemi akorduar është fillon takimin e planit rregull të bashkë që fillon prej sene. Mirë po, para se me hy pak me disa komente, do të ndalem pak tek një qërë e marroni në vendimor, edhe nga institucione por edhe nga akademik, do të thotë që dini fillon me aktin e strategjetit për të kohën vendimore, mandej në nënshkrimin e tekstat 2006, mandej akronimin e stabilitet në Këshillin për Bashkimin Rajonal, kemi dialogën për lokalitet marrone Serbi, mandej procesin ka prodhuar të zonën e rajonale, për cilën kam qenë shumë e baktë dhe ka edhe shumë ekspedite. Unë konsideroj që kanë qenë dy probleme kryesore. Njëra ka mungesa në përkushtimin e Bashkimit Evropian për integrim të fondit dhe tjetra ka qenë që duke intensifikuar bashkëpunimin në Ballkan, ndoshta atinit në paket të pako tjetë pako proces dhe më vonë krijohet barabarësia në vendeve në procesin e Bashkimit Evropian. Mandej kemë pasur integracimin në ekonomikë rajonale deri në tani. Kjo ka pasur separatën e bashkëpunëtorëve të rajonit majtë vitin e 20, summitin e partneritetit në kohën për ndihmë korrekt të vitit e 20 dhe summitin e Sofjës me krijimin e rregullt të përbashkët ose
financimit të përbashkët të Ballkanit Perëndimor. Kjo është një strategji e bashkëpunimit rrethana të Ballkanit Perëndimor. Kisha me thonë prej vitit 91 deri në vitin 2020, me premisën të vazhduar në vitin 2024. Kjo formita. Sa i përket projekteve, unë kisha me ndalë disa, se e kom lexuar me kujdes këtë një morsh. Do thotë, raport është një transformimi, do thotë, ose që është dashur më shumë ndërsa rëndësia e edhe e qenë të qartë edhe të lëtuar të ti. Do thotë për kanale është transformimi bashkëpunimit rrethana në bashkëpunime të rajonit Perëndimor. Mirë po unë përgjigje serioze, sepse kjo rëndësia e nërë ka ardhur në jo të luftë politikë nacional për Ballkanin Perëndimor. E dytja duhet ta në faktin se është në rrugë. Do është një kompetencë në mas të bashkimit evropian, sepse Francia rritim e marrëdhënie e krijojnë një dominim politik të çdo si të mos në rajon. Në ndër një komentar është telekapitalizes, ju e dini karakteristikë që në bazamit rregut të bashkimit evropian, problemat e bashkëpartë në Ballkanin Perëndimor. Unë mendoj që aty në një prej koncepteve duhet të jetë lëvizja e mirë e njohurisë, do thotë transfer of knowledge, është kodër të zne ose njëra prej mirëve të lëvizjes e cila ka si nevojë për bashkimin evropian, ju do të keni edhe teorinë Montel, do thotë e cila teori e kanë që ka pranim e njohurive në punë të vendet e të krizë të indikatorin, do të nëse ka ekonomik të gjithë njerëzit në punën e gjithë, nëse ka aktër njohurive të atë një vendet në vendet e tjera të bashkimit evropian. Prandaj ideja është përveç lirisë të lëvizjes, përfituohet liria ose njohuri, pranimi të diplomave, pranimi njohurive, të standardit politikave të përshme dhe kjo ndihmon në atë që e quhen asymmetric crisis, asymmetric shocks, do të thonë në tyre. Kjo mundohet në stikimin e teknikë që kemi, do thotë se në qartë të ekstremit ekonomikë. Unë edhe në fakt duhet që mund të konstatoj që tregu i vlitë në një teknikë, krimi më veçë, të tjera tonin për është vetëm një kusht, por jo të shmërish në eksport, suksesin e që të eksport. Pse? Pse ne si këtë cilë nuk janë identifiku për paksit në la produkte. Do të të paksit, ne kemi problem, ne kemi të qarë, se cila këtë paksit në nivel vetë. Mandej, do e dini rritjen e konkurru për energjia, energjimit të katizum, partneriteti, inovativiteti, kreativiteti, kvaliteti, produkte dhe shërbimet të tjera. Në aspekte ne nuk do të shumë ka marrëveshje të mirë, nëse do marrëveshje i kombinuar me këto parakushte që sekta. Në katër, ne kemi një problem tjetër. Është aty një qartë e efekte politike institucionale. Unë konsideroj që përshkruar shumë retorike, por ne dëshmojmë shumë për nësë fikimin e marrëveshjes në kohë. Do thotë ka pasur një pjesë dërget aty shumë drejt ju të sekretarit të shtetit. Në vonë procesu
përgjigjet edhe tekstat. Teksta 2006 konsiderohet preshja më ekonomike, gjë që në Kosovës. Prandaj CETA CETA e përgjigjet në isma të tajnale për faktorë në Kosovë është një prej sfidave të përcjellë të kësaj dite. Komendi tjetër që konsiderohet është ato definicionet e konceptet e Unionit Agrare Tonet. Ju e dini që Tonet është fazë më avancuar për fshim të fikse të lirë të kapitalit, fuqisë motore të investimeve të profesionistë të ndryshëm. Ndërsa Unioni Agrare konsiderohet koncept për gjitha parënjerët të definohen dhe krijon tarifë politike të jashtë. Do thotë njerën dohen që ndalpatët e treta kemë tarifa të jashtë të njëjtë. Në mënyrë që kemi ato që u këndërë, ose që të shpesherë tentativë në ndër treta që ty në trejtë në Balkanit dhe trajtohen në mënyrë profesionale. Sa e përket sfidave institucionale në fund që të shkute ekipa të njëjtë, dhe thotë të përbashkët nacional, unë mendoj që një prej sfidave edhe i të ligave në kuadrë përbashkët. Një prej sfidave kryesore është njerëzit, kolegët e mi që kanë punuar në institucione e dinë që në të zonës regionale e deri i kemi kemi problem me mikrofon. Po dëgjohet, po nuk është i qartë zoni shpeshtë. Apo dëgjohet më mirë. Pak më mirë. Vazhdo. Se po e kthem. Vazhdo. Njerëz që kanë punuar ne fatkeqësisht me në 4 koordinatorëve për zonën ekonomike. Më të thotë që duke ka kërkuar në mënyrë që na tregon që aktiviteti qeverisor, aktiviteti nacional është problem dhe ka qenë problem për ta një shënje për problemet shtetërore edhe në implementimin me krejnë të përbashkët. Mandej kemi përgjithë edhe teknikat e kontaktit, do të thotë administrata publike në institucionet tona. Problem tjetër mund të jetë qoftë që jo e mirë, në të rajonit ativa për dominat nga këto vende, ndërsa ekonomike e shoh që shfrytëzimi i ende ka me qenë në terren që plotësohen me teknologji, inovacion, aktivitet, partnership, në formë vendet e tjera. Dhe tjetër shtet që ndihmon këtë është shfrytëzimi më i mirë të financiare të pejtë. Dhe të fondet e Erasmusit, Horizon 2020, e tjera që proces. Në rrivë të mirë dhe t'jenë konkuruse në tregun rajonal dhe jo edhe në tregun evropian. Faleminderit për profesor Kalmend. Nuk e theksova që profesor Kalmend është këshilltar i kryeministrit për to çështje, për integrimin evropian dhe bashkëpunimin ekonomik. Pra që gjithë e njohin pak më shumë dhe ka një përvojë gjatë, prandaj edhe këto komente ishin të mirë së ardhura për mund të disa probleme vogla teknike që kemi me cilësinë e tonit. Tash kisha lutur ambasador Bernardin Kajnë që të jam komentet e tija lidhur me të qartë. Po shpresoj që po më dëgjoni. Mirë jemi Profesor, të dashur koleg, të dashur pranishëm, faleminderit pari për mundësinë që t'ju drejtohem dhe t'i jap disa komente lidhur me raportin. Do të filloj duke përgjigjur autorët për punën që kanë bërë në përfilimin e raportit dhe për punën që kanë bërë për të adresuar me vërtet një çështje e cila
është një ndër çështjet më të rëndësishme me të cilat merret Kosova momentalisht, e cila në të kaluarën ka shkuar pa një shtjellim dhe një adresim të duhur të detajeve dhe pa një kuptim të duhur të asaj se për çfarë po flitet, por me një adresim më shumë në nivelin makropolitik dhe për të adresuar agjendat e përditshme. Unë dëshiroj të filloj duke thënë që ajo që del edhe nga raporti, por edhe që mund ta dim të gjithë është që bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor është proces i pandoshëm me procesin e integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor. Do thotë këto dy procese nuk mund të ndahen dhe e vetmja arsye dhe vetmja incentiv e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor është ndërlidhur me integrimin në Bashkimin Evropian të vendeve të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor. Gjatë të kaluarës ka pas iniciativa ku vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë ndjerë që janë më afër Bashkimit Evropian, se sot që janë më afër regionit që ku gjenden, të prioritizojnë njërin nga bashkëpunimet, por kjo është refuzuar në mënyrë unanime nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe ka qenë një nga kërkesat e Bashkimit Evropian që bashkëpunimi rajonal të ketë prioritet në politikat publike të vendeve që aspirojnë të bashkangjiten Union. Kjo është detajuar edhe në strategjinë e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor në vitin 2018 dhe si e tillë besoj që është një udhërfys për zhvillimin e iniciativave rajonale, por edhe për përkrahjen që Bashkimi Evropian i jep këtyre iniciativave, meqense ashtu siç e dinë, këto iniciativa nuk do të ekzistonin pa ndihmën politike, por edhe financiare të Bashkimit Evropian. Elementi i dytë që dëshiroj ta potencoj ka të bëjë me faktin që është shumë i rëndësishëm një nga ato elemente që dalin nga raporti e që ka të bëjë me faktin e të kuptuarit që proceset e integrimit rajonal kanë një vazhdimsi ndërmjet vetit. Do thotë, edhe pse ne mund t'ju ngjesim emër të ndryshëm iniciativave të ndryshme, këto kanë një vazhdimsi së paku që nga fillimi i procesit Berlinit në vitin 2014 e tutje. Dhe si e tillë ne mund të presim që kjo vazhdimsi e këtyre iniciativave do të shkojë edhe në të ardhmen pa marrë parasysh emrin apo formën të cilën këtu do të marrë. Elementi i tretë që duhet të potencoj është është rëndësishme që nga njëherë të detajizojmë iniciativat për të kuptuar se çfarë ato me të vërtet përmbajnë në vetvete. Nga njëherë duke përdorur terma të përgjithshëm, duke i emëruar ato iniciativa si Mini Schengen, Tregu i përbashkët, Unioni Doganor, e humbim pasurinë e detajeve të këtyre iniciativave, e kur t'i shikojmë detajet mund të shohim që shumë nga këto terma i adresohen çështjes së njëjtë dhe përmbajnë elemente të njëjta edhe pse kanë emërtime të ndryshme. Do thotë, ne jemi tani në një moment shumë delikat në raport me bashkëpunimin rajonal, meqense vitin e ardhshëm samiti i Berlinit do të bëhet përsëri në Berlin. Dhe kemi një zhvillim prej Berlinit në vitin 2014 deri te Berlini në vitin 2021 që na lejon për të bërë një refleksion të asaj se çfarë është arritur, por edhe ku duhet të shkojë përpara. Elementi 4 që dëshiroj ta potencoj ka të bëjë me atë që është shumë evidente në raportin e prodhuar nga ju, dhe dëshiroj të përktoj për këtë, është fakti që problemet që dominojnë në iniciativat rajonale në Ballkanin Perëndimor janë kryesisht politike. Problemet ekonomike gjithmonë e kanë pulsin e dytë ose prioritetin e dytë në raport me problemet ekonomike. Arsyeja pse shumë nga këto iniciativa ndoshta nuk e kanë përmbush premtimin ose nevojat idenë fillestare të tyre, ka të bëjë kryekëput me problemet politike mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, e këtu për neve është posaçërisht i rëndësishëm procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe nevoja që duke pas parasysh këtë, ne të angazhohemi më seriozisht dhe të angazhohemi më plotësisht
procesin e dialogut, duke e parë që procesi i dialogut dhe zgjidhja e problemeve në mes Kosovës dhe Serbisë në parim është edhe baza e progresit të Kosovës drejt integrimit më të mirë rajonal dhe integrimit të Bashkimit Evropian. Shpeshherë dialogu kur adresohet, dhe ne këtë me profesorin Muhamet e diskutojmë shpesh, adresohet si një ishull i izoluar, duke mos pranuar dhe duke mos pas parasysh elementet integruese të rëndësishme për Kosovën, të cilat varen nga progresi në dialogun Kosovë-Serbi. Dhe kjo mbjen tek një pikë tjetër që dua ta them, është që raporti e bën edhe më të qartë nevojën tonë për angazhim në rajon. Do thot për një angazhim të një mend, e jo për një angazhim sa për sy e faqe dhe sa për të kryer detyrat që kërkohen nga ne nga Bashkimi Evropian. Unë besoj që ne mund të adresojmë edhe problemet në momentin kur ne gjendemi rreth tavolinës. Zaten arsyeja e qenit shtet i pavarur është që t'i bëjmë ballë problemeve tona vetë, duke marrë pjesë në forumet e ndryshme. Tendenca e viteve të shkuara që ne të refuzojmë çfarë do angazhimi në iniciativat rajonale a priori, duke mos për të ditura brengat tona dhe duke mos qenë të angazhuar në zgjidhjen e këtyre brengave, besoj që më së shumti e dëmtojnë Kosovën më shumë se sa bashkëpunimin rajonal po edhe integrimin rajonal. Elementi i parafundit që duhet ta them është që në raport e kam vrejt që ka një sens të një doze të skepticizmit dhe negativitetit dhe disa iniciativave rajonale në sensin e asaj se çfarë kanë prodhuar. Mirë po, unë kisha dashur të potencoj që për këtej sfidave, procesi i integrimit rajonal vitet të fundit, posaçërisht nga Triesta e Këndej ka pas sukseset e veta. Mos të harrojmë që në Triest Kosova ka qenë nënshkruese e traktatit të transportit në Ballkanin Perëndimor së bashku me Bashkimin Evropian, ka qenë themeluese e sekretariatit të TCT-s ose të komunitetit transportit në Beograd dhe momentalisht TCT-ja është organizata rajonale me numrin më të madh të kosovarëve që punojnë duke qenë të trajtuar njëjtë sikur punëtorë të tjerë. Ne sot kemi 2 kosovarë që punojnë në Beograd dhe janë të trajtuar si staf diplomatik nga Serbia. Ky është një hap në drejtim të duhur dhe duhet të shërbejë si model që Kosova të insistojë për përfshirje më të madhe edhe në organizata me profesionistë, po edhe në udhëheqjen e këtyre organizatave. Nuk ka asnjë arsye se Kosova nuk mund të udhëheqë njërin nga organizatat rajonale ose pse njëra nga organizatat rajonale nuk mund të ketë selin në Prishtinë. Këto duhet të jenë objektivat tona duke shkuar përpara në mënyrë që ne të bëhemi një palë barabartë të gjitha këtyre iniciativave. Dhe për fund, edhe për mos ta zgjat më shumë, ne duhet fillojmë të mendojmë se çka do bëjmë pas vitit 2021. E dim që motori kryesor i iniciativave rajonale dhe bashkëpunimit rajonal ka qenë kancelarja Merkel, e cila përfundon mandatin e vet në vitin 2021 dhe pak a shumë samiti i Berlinit në vitin 2021 do të jetë edhe një përmbyllje e një procesi rajonal të udhëhequr nga Gjermania ose të shtyr nga Gjermania dhe duhet të fillojmë të mendojmë se si do t'i qasemi të ardhmes pas këtij vitin 2021. Keni parasysh, edhe pse ne punojmë dhe shpresojmë që sa më shpejt të integrohemi në Bashkimin Evropian, qasja rajonale edhe në kuadër të Bashkimit Evropian nuk do të pushojë së ekzistuarit. Nëse shihni situatën edhe tanishme me 27 vende anëtare, ne ende kemi një Vishegrad 4 shumë aktiv në kuadër të Bashkimit Evropian, ne ende kemi shtetet skandinave të cilat janë shumë aktive si blok në kuadër të Bashkimit Evropian dhe do të insistohet që edhe në momentin kur ne të integrohemi, Ballkani Perëndimor të operojë ose të në mënyrë se tjetër të operojë si blok në kuadër të Bashkimit Evropian. Keni parasysh që ne nuk mund të presim një situatë optimale për angazhim në iniciativat rajonale. Do thotë nëse ne presim
që Serbia të kërkoj falje për çfarë është bërë e pas asaj ne të angazhohemi, besoj që do të hupim shumë kohë për faktin që nuk ka shumë apetit në Bashkimin Evropian për të kërkuar fajtor ose për të bërë çështjen e fajit parakusht për angazhim. Gjithashtu nuk mund ta shohim nivelin e zhvillimit ekonomik si parakusht të angazhimit në iniciativa rajonale, meqense nëse ne mëtojmë të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, kemi një Gjermani, nuk mund të ankohemi që në iniciativa rajonale na pengon mosbarazia ekonomike në mes vendeve të tyre. Prandaj, nëse mund ta përfundoj, është të them që ka nevojë të kemi më shumë kësi diskutime, ka nevojë që të gjithë të angazhohemi më shumë në drejtim të përmirësimit të pozitës së Kosovës në iniciativat rajonale, ku Kosova më të vërtet e kërkon dhe e merr vendin e vet që ka në Ballkan dhe pastaj në Evropë. Unë ju falenderoj shumë për mundësinë, profesor, dhe shpresoj që do të kemi edhe mundësi të tjera për të diskutuar. Bernard, gjithsesi për këto komente shumë të vlefshme, natyrisht që na duhet të bisedojmë dhe të shohim shumë gjëra edhe midis nesh, po kjo pjesëmarrja e juaj në debat është gjithsesi një hyrje e mirë që duhet të vazhdojmë këtë diskutim. Tash e kisha lutur profesor Robert Muharrem të bashkëngjitë. Mirëdita, po më dëgjoni? Po, mirë. Po dëgjohet mirë? Po. Faleminderit shumë profesor për ftesën, Alban, kolegë të investit, gjithë pjesëmarrësit, edhe një falënderim veçantë Plumbit për raportin e shkëlqyeshëm që e ka përgatitur. Besoj që me këtë raport ka nxit tema që ka nevojë për më trajtu, sepse shpeshherë politizojmë gjëra që nuk ka nevojë të politizohen, që janë të mërzashme për Kosovën, por ne fatkeqësisht i keqkuptojmë shpesh. Faleminderit edhe para folësve, Gazmendit edhe Bernardit, edhe sidomos Bernardit, i cili një pjesë të madhe të pikave që thjesht një ngring pika cek veç. Kështu që do ta marr pak shkurt, do të fokusohem ndoshta në atë aspektin politik më tepër se sa atë ekonomik, sepse besoj që dyat janë të ndërlidhura. Sa është aspekti ekonomik, aq është edhe aspekti politik i integrimit evropian, cilin kanë pjesë edhe Kosova. Mendoj që nismat e bashkëpunimit rajonal janë realitete politike, cilat po ndodhin dhe do të vazhdojnë ndodhin me ose pa Kosovë. Edhe Kosova e ka vetëm se mundësi me zgjedh a do të jetë pjesë e këtyre nismeve të bashkëpunimit rajonal, apo do të përjashtohet vetë dhe do të izolohet. Shpesh e kam përshtypjen që mendojmë që Kosova është një lloj superfuqie politike dhe ekonomike ballkanike, ndërsa në çdo raport që lexojmë e shohim që Kosova është edhe politikisht edhe ekonomikisht vendi më i lart. Nuk besoj që Kosova ka luksin që të përjashtojë vetë prej këtyre nismave të bashkëpunimit rajonal, jo vetëm se për faktin që jemi politikisht dhe ekonomikisht, por edhe për faktin që me përjashtimin tonë në këto procese e kafshojmë vetë vetën kuptimin e që quajmë contested statehood, sepse ende nuk i kemi përfundimisht të zgjidhur çështjen e njohjes së shtet, dhe sa më shumë që përjashtojmë ne vetë vetën nga këto procese, aq më shumë japim argumente kundërshtar të pavarësisë Kosovës që shikoni, ata nuk janë të denjë për me qenë. Ky është aspekti politik që po e flas. Bernardi tha shumë mirë që shpesh përdorim terma si mini Schengen ose koncepte të ndryshme që nuk janë mjaft konkretizuara. Për veten tim unë njoh dy procese që janë konkrete të bashkëpunimit rajonal, dhe kjo është zona rajonale ekonomike, e cila ndërtohet mbi summitin e Triestës. Edhe mbi këtë që do të ndërtohet tani kjo Common Regional Market, tregu i përbashkët rajonal. Këto janë nisma konkrete. Dhe nëse shohim kjo nisma e dytë, kjo tregu i përbashkët rajonal, ndërtohet mbi zonën ekonomike rajonale dhe ka për qëllim thjesht forcimin e rajonit Ballkanit Perëndimor për me aftësu për me qenë pjesë
e suksesshme e Bashkimit Evropian. Në komunikatën e tetorit të vitit Bashkimit Evropian që ka përket politikës së zgjerimit është cek shumë mirë se një prej kritereve kryesore për aftësimin në BE është kriteri ekonomik, aftësia për me qenë konkurueshëm në tregun evropian. Dhe Ballkani në tërësi nuk është. Dhe BE e sheh bashkëpunimin rajonal ekonomik si një mundësi të mirë për me ngrit kapacitetet e gjitha vendet të Ballkanit Perëndimor që për me plotësu këtë kusht edhe për me ndihmu në procesin e integrimit. Unë mendoj që Kosova në këtë rrafsh nuk e ka luksin të përjashtohet vetë, po e them edhe një herë, sepse është një realitet politik i cili është i detyrueshëm edhe për ne. Më pëlqej pjesa e Flumit që tha Kosova nuk prodhon, njëjtin problem ka Shqipëria, shërbimet janë faktikisht aseti kryesor që kemi. Po mirë, si mundet Kosova, tash edhe me Shqipërinë së bashku, me artikulu këtë çështje, që të përfshirë shërbimet nëse nuk është pjesë e këtyre proceseve. Ne nuk mund presim që Bashkimi Evropian do të vijë dhe të ofrojë një pako për neve, sepse ata po kujdesin për interesat tona. Dhe Bedari Mile tha, ne duhet të kujdesemi vetë për interesat tona, të shtyjmë vetë interesat tona përpara dhe këtë mund ta bëjmë vetëm nëse jemi pjesë aktive e këtyre proceseve. Nuk guxojmë të përjashtojmë vetveten. E kemi pa dhe kostot politike sa të larta janë nëse ne përjashtojmë vetveten. E kemi pa me CEFTA, e kemi pa me diskutimet me mini Schengenin. Këto do të ndodhin me ose pa neve. Po me neve i vjen që do të kemi mundësi me ndiku. Kjo është me rëndësi. Kështu që këto janë pika që unë të isha shkurtimisht i ceke. Mendoj që gjithashtu është e nevojshme që kur të analizojmë këto nismat rajonale, që të hyjmë në detaj, këtë përmendja dhe Bernardi edhe shumë mirë që tha këtë, sepse nuk kemi bë asnjë analizë kosto-benefiti të detajeve të këtyre nismat. Zona rajonale ekonomike ka të bëjë me tregti, ka të bëjë me investime, ka të bëjë me mobilitet, e ka dimenzionin digital. Unë kam pa asnjëherë ndonjë studim të kosto-benefiteve për Kosovën të pjesëmarrjes në këto proces. Po ne po i politizojmë një herë, po i tallëzojmë një herë, pa i di detajet. E unë mendoj që kjo është një dobësi që edhe si shoqëri civile, por edhe si qeveri e kemi, që shumë shpesh përgjithsojmë, shpejt politizojmë, por nuk i kemi synin e mjaftueshëm për detaj dhe kjo po na kushton pastaj. Faleminderit. Faleminderit shumë Robert, me të vërtetë sidomos këto sugjerimet e fundit për këto analizat janë shumë me vlerë dhe mendoj se kjo do duhet të jetë rekomandimi i fundit nga rekomandimi kryesor nga ky debat. Po e shoh të kolegu Zef Preqja është diku na dëshiron me marrë pjesë në ndonjë koment. Se nuk po paraqitet që ose ndërkohë inkuadrohet, kështë qenë interesant edhe me i dëgju edhe komentet e Zefit nga Tirana dhe nga ajo që mendojnë njerëzit në Shqipëri, njerëzit profesionistë Shqipëri për këto procese. Është Urdo Zef. Përshëndetje, e dëgjoni? Po. Dëgjohet? Po. Faleminderit që më jepet mundësia për të bashkuar virtualisht në këtë aktivitet të Reinvestit dhe ju përgëzoj për tematikën e zgjedhur dhe raportin interesant që u prezantua këtu. Ndërsa ndoqa komentet rreth raportit dhe
Profesor Petrit Gati. Përshëndetje, profesor. Urdhno Petrit, faleminderit për kyçje. Faleminderit gjithashtu për ftesën. Ju uroj shumë për punën. I kam mbledhur numër kështu fletash përpara inshallah dihet me u orientu në për to. Mbje kesh nëse do të përsëris diçka për arsye se një pjesërisht në vërtet një pjesë të diskutimit e dëgjova në kerr, një pjesë pas më hupi diku tjetër, kështu që kërkoj ndjesë ndërprerje nëse përsëris diçka. Unë ju uroj edhe herë, uroj klubit të gjithëve që kanë punuar në raport. Gjithashtu falenderoj edhe kolegë tjerë që kontribuan në diskutim. Unë t'ju them drejtën, ju dini që jemi marrë, kemi punuar edhe bashkë edhe në këto çështje. Disi e kam përshtypjen që varet si po e shohin problemin. Dikush po e sheh atë pjesën e mbushur të gotës e dikush po e sheh pjesën që kam mbet pa mbush. Unë do pak t'jemi ndoshta pak më realist në këtë çështje. Nëse mendojmë, do ju referohem një dy që çështje në vërtet. Nëse mendojmë për kur them se duhet jemi pak më realist, po mendoj në pozicionin tonë. Parimisht besoj thellë që ka një bazë për hezitim ndaj gjithë këtyre lëvizjeve. Edhe do të provoj që t'i argumentoj pse në vërtet. Po e shoh kohëve të fundit me punën time me Ministrinë e Tregtisë e Industrisë. Vërtet ne jemi të vetëdijshëm gjithë që ka një hezitim të jashtëzakonshëm prej fillimit e gjitha këto iniciativa. Arse gjithashtu se nuk e besoj që kanë prodhu atë efektin e pritur. Ka gjasa këtu edhe kjo të lidhur me faktin që ne nuk i kemi bërë analizë paraprake dhe s'kemi ditë çka të presim prej këtyre iniciativave. Po duhet ju referohemi patjetër për te mungesës analizave edhe problemet të thella që ne si Kosovë dhe institucionet tona ballafaqohen në gjitha këto iniciativa. Po them edhe herë që ka një zhgënjim të jashtëzakonshëm brenda institucioneve. Nëse flasim me Ministrinë e Tregtisë e Industrisë, identifikojnë problemet e panumëta që institucionet vetë, po dhe sektori privat ballafaqohet në gjitha këto iniciativa. Kemi probleme të jashtëzakonshme në vërtet me themi kundërshtarët tonë të përhershëm, po ndëgjoj edhe për profesorit Zefni entuziazëm për integrimin ndërshqiptare, po nëse flasim me institucionet tona, sa janë vërejtjet për problemet që hasin bizneset tona me vendet si Serbia dhe Bosnia. T'ju them drejtën, kështu në bisedat lira, vërejtjet janë edhe më të mëdha me Shqipërinë. Kështu që kjo është pa diskutim diçka për me u shqetësu. Po i shoh edhe kohëve të fundit vërtet lëvizje duke u bazuar në këtë zhgënjime me këto pengesa të vazhdueshme që ballafaqohen bizneset tona jashtë, po dhe institucionet ose prezenca jonë jashtë. Por shoh që ka ne si të themi njanshëm njëherë me qëllim, ka herë dhe pa vedije, po jemi duke i refuzuar ose duke u përgatiti kundërshtojmë këto iniciativa. Ne kemi në proces për momentin tash amandamentimin e ligjit për tregti të jashtme, edhe 2-3 momente brenda ligjit
tash unë në asnjë mënyrë nuk po I arsyetoj këta hapa, po vetëm po interpretoj gjendjen faktike që kemi ose qëndrimin faktik që kemi brenda institucioneve. Element tjetër që është prapë brengos me brenda CEFT-s janë negociu 2 protokolle shtesë viteve të fundit. Edhe prapë për shkak të zhgënjimi, po edhe për çështje tjera pa diskutim, po besoj që janë pak më dyqësore ato, siç është pjesëmarrja jonë në CEFTA përmes mikut e tjera. Para së gjithash për shkak të zhgënjimit, kemi një hezitim të madh që të ratifikohen këto protokolle. Njëri ka të bëjë me lehtësimin e tregtisë, ndërsa tjetri me shërbimet edhe certifikatat ose kualifikimet. Në esencë besoj që problemi është diku tjetër, pajtohem me gjithë që e thanë më herët që ne duhet ta shohim pak oborin tonë ta rregullojmë. Kosova nuk është në esencë ruse në raport me vende tjera, kështu që ajo është problemi thelbësore dhe besoj që aty duhet të adresohet. Çështja e dytë që desha t'i referohem është fytyriva dhe në realitet ta ndaj me juve përvojën edhe për si njën vërtet prej të rezervuarve në raport me sido që t'i referohem me mini Schengenin ose tregun e përbashkët e tjera. Ka disa, unë besoj shumë se mas nënshkrimit të marrëveshjes në Washington, si me thonë, u vunë para kritikave të mëdha ish qeveritar se si ndodhi që tash ta pranoni për derisa keni kundërshtu. Unë kam qenë edhe pjesë edhe vetë atij ekipi që e ka kundërshtuar atë iniciativë dhe besoj që brengat që kemi pas atëherë spaku u ende askush nuk ma ka mbush mendjen që janë të kalu. Edhe brengat kanë qenë shumë, edhe janë shumë, pa diskutim janë shumë reale. Cilat do që nisim atëherë kemi gjyku që kjo për shkak se dikush prej kolegëve më herët tha që nuk e kemi analizuar sa duhet këto iniciativa, vërtet iku jam I madh Bernard e tha që s'pojmë në detaje këtu. Në esencë, kur mi marrë me atë çështje ka qenë një dokument 4-5 faq në bazë cilit na është dash neve me gjyku se çfarë mund ndodh ose çfarë mund t'jenë këto iniciativa. Eventualisht nëse ka ekzistuar një dokument përcjellës, ne që kemi qenë themi jo të përfshijnë drejt në proces, nuk kemi pas gjë më tutje, kështu që shumë prej çështjeve na është dashur të mi paragjyku edhe si vinte paragjykimet, pastaj krejt ato themi brenga që I kemi reale se në lidhje me sjelljen e vendeve të rajonit karshi Kosovës bëhen në realitet, kështu që ne atëherë kemi hezituar për shkak se kemi dyshuar dhe çësia fillimisht ka qenë e tillë që ne nuk do të jemi barabartë në këto procese. Do të vazhdohet me avazën e vjetër ku Kosova përfaqësohet me diçka që nuk e bën barabartë me të tjerët, ose do të përfaqësohet me një përfaqësues të unikut, ose me një fusnot, ose me një kutadiune me shkronjë të vogël Kosova, kutadiune cilat janë kërkesat kështu të tjera. Elementi tjetër pa diskutim edhe është pa kjo si një vazhdim I themi një farë hegemonie sërbe në rajon edhe në esencë nga prizmi politik, me siguri që dikon duhet ta brengos kjo punë për mu nuk ka shumë ne farë probleme se unë jam politikan, po ata që bëjnë politik, me siguri që për ta është e rëndësishme, nuk di sa ka bazë në rrafshin ekonomik, jo, po si do që tjetë. Duhet ta kuptojmë edhe një element tjetër që kjo iniciativë ka ardhur prej 2 krerëve të rajonit, cilët ne pa diskutim për njënin për arsye historike
që çfarëdo iniciative që vjen prej politikës shqiptare përkundër ngjyrave. Kështu që ka qenë edhe një mosbesim, s'pako është ashtu kjo pozicioni më shumë se sa i ekipit atëherë që ka punu, ka qenë një mosbesim shumë i madh në lidhje me ata që kanë ndërmarrë këtë iniciativë. Edhe një problem tjetër që i vazhdueshëm me neve, nuk është problem vërtet jonë, është problem i BE-s më shumë, që BE gjithmonë këto iniciativa të ndërmjeme i ka shfrytzu për me prolongu procesin e antarësimit ose për afrimin të tyre vendeve. Janë ekskluzivisht, nuk ka kur gjonë nuk e besoj që është problema problemet tona i kemi. Opozicioni i BE-s karshi i zgjerimit është pozicioni tyne, nuk besoj që ka të bëj shumë me themi është totalisht paradoksale me thonë nivelin si na arrije konkurencën, nivelin e konkurueshmërisë si na e pastaj antarësohë, ose arrije nivelin e zbatimit ligjit si na dhe pastaj ne të antarësojmë. Jo është totalisht, unë është, si me thonë, është pak edhe jo e sinqert edhe është mos t'jap në epitet tjetër ti qëndrimit. Një element pasaj tjetër shumë i qëndrueshëm edhe atëherë që ka qenë se kemi kundërshtu këtë iniciativë është se iniciativat e tilla kanë gjithmonë implikime të jashtëzakonshme në para se gjithashtu implikime fiskale. Dhe ne kemi burimet jashtëzakonisht kufizuar ka hindetën mjetet për buxhetin tonë. Nëse dikush e mendon që një doganier në vijën kufitare në Bosnjë i mbledh tyrat për Kosovën ose një doganier serb i mbledh tyrat për Kosovën, është unë nuk e besoj dikush me mend që nesër mund të pranoj një diçka të tillë në kontekstin çfarë jemi. E kam më falni profesor se e zgjata pak, po unë besoj që këto iniciativa rajonale dhe herë duhet të ndërtohen një rrafsh krejtësisht të barabartë për gjitha vendet anëtare. Nuk e besoj që me çfarë do ndërshkollës edhe më të vogël, nëse Kosova nuk është e njëjtë e përfaqësuar në këto iniciativa, absolutisht nuk do të ketë kurfar lëvizje përpara. Bile mendoj që në esencë duhet po them, nuk e besoj asnjëherë që përderisa vendet e rajonit kanë pretendime territoriale ndaj njëra kështu që unë du të kthehem edhe në vërtet të përmbyllje edhe i herët në një element të përmbyllje këtë fjallë time. Antarësimin në BE dhe i herë po thëmë që neve në thuhet në vazhdimësi, jo veç neve po në vendet rajonit, po shumë tash edhe reagimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë. Në thuhet në vazhdimësi se duhet të bëjmë atë ose atë. Ne ose ata zbashku në vërtet duhet ta kuptojmë edhe një punë që raporti BE Ballkan Perëndimor nuk është vetëm një drejtim, unë nuk e besoj që është vetëm në interesin e vendeve të Ballkanit që bëhen pjesë e BE-s, absolutisht. Është i dyanshëm ose dy drejtimsh ky interes edhe në kontekst të gjithë atyre që thonë që t'i kryjmë punë tona para se të hymë, ndoshta dikush duhet